Një recetë e thjeshtë dhe shumë e shijshme për një vakt si puna e ditës diel që do përkushtim pak më shumë. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë të thjeshtë me 3-4 llokma mish sa të dëshironi, mish gjellë, jo mish biftek. Këtu kam marrë 1 kg patate. Kështu i bona. Tash i vendos në ftere, të kavërdisen pak, jo të piqen shumë, po të kavërdisen, të morin një faqe. I muloj pak me një kapak, edhe i lej të kavërdisen pak, 3-4 minuta. Nuk bëhen me patate të zime, se hallakaten, to do zihen mbi vatër ose mbi sopë. Do bëhen avash për 1 orë. Për përgatitjen e kësaj recete na duhet një tavë. Do t'i rendis aty patatet mirë. Pastaj mishin. Fillim do hudhim patatet në tavë. Këtyre do t'i hudhim pak kryp, patates. Mos ngelet si e zbardhët. Këtu kam marrë gjysmë kile mish, ju thash sopa mishi, dhe do t'i bëj, i kam rrath pak, i kam pre holl, vetëm tule, pa kock. Këto do t'i pudros pak me miell. Pranej duhet t'jenë të shtypme edhe të pre me holl, si fileto të vogla. Varet si ta keni mishin, copa i pret me holl. Do t'i hudhim pak kryp. Ajo doj njërë të nxehtë, pranej e majta, me ato që kavërdisa, duhen rreth 1 filxhon e gjysmë me vaj, e tash do t'i vej t'i skuq. Në kohën që skuqet mishi, unë kam marrë një tas, një tuf majdanoz, pak kryp, pak piper të zi, një thel kurth, mund t'i jepni edhe më shumë, unë sa për adet, do t'i hedh edhe një luk, për gjysmë kile një luk çaj me uthull. Një përzim bashkarisht. Tash e largoj mishin. Hedhim ca ujë të nxehtë, edhe një knorr të vogël për të përgatit një buljon të thjeshtë për të marrë dhe shije dhe aromën e mirë. Një recetë e veçantë, e shijshme. I plotësojmë dhe pak këto, se kam patate, tash i munojmë i vej ca copa mishi, jo plot, po vene. Tash i vendos edhe nga kjo salca që përgatita, me uthull, piper të zi, pak urdhë, edhe i tuf majdanoz. Tash i vendos prap patatet. Kjo gjellë do përgatitet për 1 orë. Mund ta fusni edhe në furrën e sobës, mund do ta përgatis mbi plitë.
Ja hedhim edhe këta salcën e pregatitur me majdano sipër. Tash i hurim edhe bulionin, se duhet të zi dhe mishi, patjetër. Nuk duhet të dali lëngu mbi patates, vitet vëllimi tash duke u zi. Pak spec pikant. Shumë pak se ka qëllu shumë djegës. Pak piper të zi. Edhe pak yndyr që na ka ngel. Do t'i vendos pak letër kuzhine, që të mos dali avulli jashtë. Të letën do t'a lak pak me ujë të ftohtë. Dhe i vej kapakun. Do zi rreth 1 orë me flak tavashët. 1 orë fiks. Tavën e kam lënë 1 orë, thash që ky gatim do 1 orë me zjarr shumë të ullët. Tash ta lëviz pak dhe ta shoh. Kjo ishte dhe tava, e gatume mbi plitkën e time, që e kam me korrent. Një gatim shumë i mirë, duket që e pjekme, se s'du me i shkaravi këto patatet. Edhe mishi ka zi, po gjithmonë duhet vejmë 1 letër pjekme, të pjekje për të lagme, pastaj vendosim kapakun,